Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me ne në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër speciale, autore në një libri shumë të bukur për fëmijë, i cili është një libër që jo vetëm është shkruar në mënyrë shumë të bukur, origjinale dhe shumë të mirë, por ka edhe një histori, kaq domethënëse dhe të bukur që ajo do na e tregoj sot. Është me mua këtë mëngjes Sabina Kuçi. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes e dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi për me marrë pjesë tek emisioni jote të mëngjesit. Kënaqësia është e gjitha imja dhe edhe më shumë kënaqësi është sepse me ne është një e ftuar dhe dua të them e ftuara ime më e mirë deri sot, po dua ta lë të prezantohet vetë sepse ajo ka dëshirë të prezantohet vetë. Mirëmëngjes bukuroshe. Mirëmëngjes. Do na bësh një prezantim? Si quhesh ti? Unë quhem Serena Çoliç, jam 8 vjeçe, jam në shkollën Ndremeda, me mësuese Vartidën. Mua më pëlqen libri i mamit dhe jam krenare për të që është munduar ta bëj këtë ëndrrën tim me realitet. Sa bukur. Duhet të nisim te ky fakt. Fëmijët janë krenar që ti ke shkruar një libër kaq të bukur. Sa emocionuese është për ty? Për mua është shumë emocionuese dhe çdo herë edhe më shumë e kuptoj dëshirën apo krenarin që ata ndjejnë. Në çdo moment ata kanë një kujtim shumë të bukur për mamit, por janë edhe histori të shkruara nga pjesë reale të jetës së tyre. Pra, ideja si lindi të shkruash këtë libër? Histori të kaluara të fëmijërisë, të fëmijëve tuaj, apo si lindi si dëshirë? Në fakt është një miksim i përditshëm i punës të ditës dhe punës ose mëmësisë gjatë pasdites. Në profesion jam arkitekte dhe puna ime e përditshme lidhet me monumentet e kulturës. Pastaj në pasdite, në rolin e mamës, e nanës, përpiqem me shu sa më shumë kurreshtjet tek fëmijët e mi. Kështu që një miksim i këtyre të dyjave më bani me pas një ide se ç'është libri Në zemër të qytetit vjetër. Si është të kesh si protagoniste një mrekulli të tillë? Si është të shkruash një libër ku protagonistja është kaq e bukur, kaq ka shumë kurreshtje, si ti the edhe vetë të shuaj kurreshtjet. Si është për ty kjo pjesë? Në fakt, si për Serenën, ashtu edhe për Janin, djalin, kanë kanë shumë të lehtë dhe shumë të mbarë në procesin e punës. Sepse mjafton një pyetje e tyne për me nxit atë kurreshtjen, për me trajtu historinë në një formë të tillë. Plus që janë fëmijë të rritur në kujdesin e gjyshave, janë fëmijë që e dojnë qytetin dhe të gjitha këto hallka bashk e bajnë edhe më të lehtë komplet procesin. Mund të kemi një përmbledhje të shkurtër se për çfarë flet libri pak a shumë, se çfarë ke hedhur ti në të? Unë kam përzgjedhur disa nga monumentet që janë më përfaqësuese të qytetit të Shkodrës dhe fëmijët në shoqërimin e gjyshit me bicikleta, një karakteristike shkodrane, shumë e bukur. Shëtisin këto monumente dhe se cili monument i rrëfen në mënyrë magjike historinë e tij. Sa bukur. Si të duket ky libri? Ta ka lexuar mami, ti je në klasë të dytë, e ke lexuar edhe vetë. Si të është dukur libri? Libri më është dukur shumë i bukur, ka pasur fantazi dhe gjëra të bukura, dhe po të më pyes se sa më ka pëlqyer. Do të pyesja pak më vonë, por më që e ti e nise, sa të ka pëlqyer libri e dashur? 100. 100. Të duket ndonjë pjesë më e veçantë se të tjerat? Di të veçosh ndonjë pjesë që duket më e bukur apo i gjithë libri është i bukur? Gjithë libri është i bukur. Këtë ka pjesë që flitet për ty. Ti je protagonistja kryesore. Të emocionon kjo gjë? Një çik. Një çik. Po ku flitet për vllajin? Emocionohet vllai. Edhe unë një çik se nuk më pëlqen kur flasin shumë për mua dhe për vllain, por më shumë emocionohet ai sepse nuk mund të ndjej çfarë do ai.
Patjetër që nuk mund t'i ndjesh, por është emocionuese edhe për vllajin pak, apo jo? Bravo. Se unë jam vedi im, ai është vedi i tij. Ti e kaq e mrekullueshme dhe unë e përgëzoj shumë mamin, babin dhe të gjithë ato që po të edukojnë dhe po të shkollojnë dhe po kontribojnë tek formimi jot sepse je kaq e mirë. Dhe më trego pak ti për veten tash, se ti më the që mos do të pyes shumë, po unë do të pyes, do të ngacmoj pak për veten ty. Je gjithë ajo që është në libër, apo je edhe pak më shumë, pak ekstra kësaj? Jam edhe pak ekstra. Në çfarë kuptimi je ekstra? Në kuptimin që je më gjithëpërfshirëse, nuk je vetëm aq sa është libri? Po. Je shumë e mirë. Si është të kesh një libër që ti e di se do të mbetet gjithmonë kujtesë për këta dy fëmijë të mrekullueshëm? Për mua ka edhe është shumë emocionuese. Dhe fakti që këta do të kenë një kujtim e bën edhe më të ndjeshme. Por përveç kësaj është edhe dëshira apo marrëdhënia ngrohtë që këta kanë me urrit me qytetin. Unë jam përpjek që me a shpjegu monumentet, edhe që me i shëtit, por e kenën e shkrumën është pak më ndryshe, të jep një emocion ndryshe. Dhe Serena për gjatë tonë procesit e ka njek hap mas hapit, edhe ka një gurë shumë i rëndësishëm në të tana këta halka. E ke ndjekur hap pas hapi, thot mami. Si të zhdukur? Bukur. Më ka ba të korrigjime, kur ka kënë rast. Po ka që mirë patjetër që do bëj korrigjime, mami. Si lindi ideja? Mban mend si lindi ideja dhe dëshira për ta shkruar ato momentet e para që ti the që do të krijoj një libër të bukur? Ne zakonisht pas diteve bëjmë ato xhirot, sidomos gjatë sezonit të verës, ku kena pak më shumë kohë dhe mundësi. Edhe jena përpjek që së bashku me familjarët, me i shëtit venet aq sa kena mundësi. Dhe kështu pak nga pak dëshira për me i shpjegu sa ma shumë fëmijëve, por edhe pyetjet e tyne ngacmunen dëshiren për me e diftu në formë prallet. Pastaj, se cili ka kanë ai moment që e bani nga një dorëshkrim i vogël apo nga një diskutim me shoqe mbi ata që unë kisha hedhë në letër, nuk e di se cila ka kanë filizi i kësaj gjajet, por e di që kam gjetë një suport shumë të madh tek familja në rallë të parë, por edhe tek miqtë dhe dashamirët, të cilët e kam nda fillimisht idenë me ta. Ishin shumë mikpritës ndaj idesë tënde, jo vetëm që do të mbes për fëmijët e tu, por do të mbes për këtë qytet kaq të bukur, një kujtim shumë i madh, dhe unë besoj se është një emocion edhe pjesa që për ata që ikin jashtë, do të jetë diçka shumë e bukur për emigrantët që t'ju tregojnë fëmijëve të tyre një pjesë të qytetit të Shkodrës. E drejtë. Që është në momentet e para, impakti ka qenë se si të ka shku mendja me ba një gjatë të tillë, sepse realisht letërsia për fëmijë thonë që është shumë e vështirë. Për mu ka qenë diçka e ardhur në mënyrë organike. Dhe për sa i përket personave që jetojnë jashtë, emigrantëve që jetojnë jashtë, kam pas shumë shoqe dhe miq, të cilët e kanë përqafu me shumë dëshirë, jo vetëm faktin se unë kam shkruar një libër, por sepse ky libër i dedikohet Shkodrës dhe ata kanë një mall të veçantë për çfarëdo lloj elementit që ka brenda Shkodrën. E drejtë. Është diçka shumë e bukur kjo. Të kalojmë pak tek bukuroshja, mami? Patjetër. Sa të pëlqen Shkodra ty? Pafund. Pafund. Je lidhur ti me Shkodrën shumë? Po. Po nëse mami do thoshte, do ikim të jetojmë në Tiranë, ose do ikim të jetojmë në vend në Itali, në Gjermani, si do ndihesh ti? Për në Tiranë, pak mirë. Për në shtetet tjera, jo mirë. Përse? Përse të ndodh kjo? Pse jo mirë? Sepse nuk jam e mësuar, jam më shumë me Shkodrën, jam e lidhur me të, si binjak, dhe nuk jam e mësuar të shkoj në shtetet e tjera.
në Tiranë jam një qikë sigurt se kam edhe vëllain e mamit. Dajon, ke dajon atje? Dhe ndihesh pak më e sigurt. Pak më sigurt. Në Shkodër më shumë se në Tiranë, por në vende tjera hiç e sigurt. Nuk kam kanë në vende tjera. Po nëse do ikte gjyshja, nëna nënës, nëse do të ikte në Itali, do shkoje ti me të? Nëse do të isha me nënën, diçka. Në ke prek të pika do. Prandaj e pyeta. Unë për çim do të shkosha, por nëse nuk do të ndjesha e sigurt, unë nuk do të shkosha se për të shkuar në Itali, mua më duhet të pyes mamin e papin përpara se pa lejen e tyre nuk mundem me shku kërkonon. Tani po e them me plot bindje që je ftuara më e mirë që kam pasur deri sot. Je fantastike. Do më tregosh pak lidhjen tënde me librin, jo vetëm me këtë libër, por ti si vajzë e vogël që sapo ke mësuar të lexosh, a lexon ti libra? Përpara gjumit, kajherë, tani kam fillu me lexu edhe kur kryj detyrat një libër, kajherë lexoj edhe para gjumit. A të pëlqen? Të pëlqen të lexosh apo thot mami që është koha të lexosh librin? Më pëlqen të lexoj. Të pëlqen të lexosh? Po. Lexon vet apo shikon mamin që lexon është e përkushtuar me librat? Ndonjëherë vet, ndonjëherë mamin. Bravo, e dashur, kështu duhet. Lexoj sa më shumë. Nuk lexoj shumë se më myten ato detyrat që më jep zysha. Po janë pjesë e mësimit edhe zysha nuk do, po janë pjesë e kurrikulës. Po. Tjetër. Kështu është shkolla? Kështu është Me shkolla. detyra, Duhet të testa? bëhemi sa më të mira në shkollë që të jemi sa më të mira në të ardhmen, apo jo? Po. Bravo, e dashur. Një arkitekte që ka shkruar një libër. Mund të ma tregosh pak sekretin, lidhjen, magjin që gjenti mes këtyre dyave? Mendoj se për brezin ton magjia është te librat që kena lexu. Në një farë forbet, ne kena met halat tek Peter Pani. Ta dëshira për masmorit, por në të njëjtën kohë të rrethumur nga shumë libra që autor të vendat edhe të huaj kanë shkruar në kohën tonë. Që besoj kjo ka kanë qilësi. Si është pritur libri? Ti the që të kanë përkrahur ata që ju ke thënë para se ta shkruash, por si është pritur libri pasi ka dalë në treg? Mendoj që është pritur shumë mirë. Mendoj që ideja është vlerësuar mbi tana dhe që fëmijët kanë vlerësuar idenë që fëmijët të nxiten drejt leximit. Përpos fakti që është Shkodra edhe të tanë marrin librin edhe pak si kujtim për qytetin. Kujtim edhe për qytetin, por vetë se për fëmijët. Bukuroshe, do shërbej, do e mendon që në të ardhmen do t'jetë kujtimi më i bukur ndoshta që ti ke nga fëmijëria? Besoj se po, nëse nuk më del në libër përpara. Nëse mami nuk shkruaj një libër tjetër. Nëse nuk shkruaj një libër tjetër me të bukur, se edhe nëse shkruan tjetër, i bukur do të mbetet. Se mami po shkruaj një libër tjetër, po na zbulon ca sekrete, më duket. Jo, por Jo. e ka ndarë mendjen. E ka ndarë mendjen, ë? Do që ta shkruaj edhe një libër tjetër. Do të shkruaj mami edhe një libër tjetër. Dëshirën e Mami, mirë, do na Kela. tregosh më shumë. Dhe duket Si i tregoj sikur goca. ka ndarë mendjen. E ka ndarë mendjen. Mami, një libër tjetër kemi? Dëshirën e kam, Aha. por duhet me pas parasysh se libri 2 duhet me arrit edhe me te kalu librin e parë. Edhe unë vi nga shkencat eksakte, kështu që probabiliteti është 50-50. Nuk i dihet. Nuk i dihet. Po ti idenë e ke, Por për çfarë ka idenë e lidhje? Mund na tregosh pak se ne pëlqejmë të zbulojmë pak sekrete. Mbetëm në kuadrin e fëmijëve protagonist, jo domosdoshmërisht fëmijët e mi në këtë rast, por mënyra se si fëmijët e shohin botën për mua është shumë interesante. Dhe prej aty mund na marr shumë çka, edhe burimin e frymëzimit. Edhe burimin e frymëzimit. Frymëzohesh ti nga libri? Po. Si frymëzohesh? Të pëlqen kur lexon një libër, mendon se për shembull kur lexon një libër shumë të bukur me një princeshë ose me një vajzë të thjeshtë që arrin të bëhet dikush shumë e suksesshme, frymëzohesh ti nga ajo?
Me cilën frymëzohesh për shembull? Ka ndonjë porrall që të frymëzon? Përveç librit të mamit, se libri i mamit është i preferuari. Kam disa libra. Mi thuaj pak të lutem. Më pëlqen Peter Pani, Po. më frymëzon. Hirusja, Shumë e bukur. Barbardha. Mhm. Sirena është e para, se e ka emrin gati si Sirena. unë. Të pëlqen vetëm se e ka emrin si ti? Apo për sakrificën që bën Se Sirena? edhe është i bukur si Është i libër. bukur. Me pëlqen Aladini. Mhm. Tjeret nuk po më kujtohen. Nuk po të kujtohen. Si mendon ti se është më mirë ti lexosh ti në libër, ose ti lexoj mami para gjumit, apo ti shikosh në televizor ose në tablet? Mendoj se të trija janë gjëra të mira. Po cila është më e mirë, a cila të pëlqen ty më shumë? Ta lexoj vetë, se Ta merr lexosh vetë. merr dhe më shumë fantazi. Shikon figurat, e lexon dhe fut më shumë fantazi këtu brenda. Je fantastike dhe fantazin besoj që e ke kaq shumë të zhvilluar. Dhe ideja e librit në zemër të qytetit të vjetër mami më shumë e ka marrë nga unë, se kam shumë fantazi këtu. Nga ti e ka marrë mami. Mendon që edhe për librin tjetër fantazin do ta marrë më shumë nga ti? Prandaj ti pre çaj të jetë më i bukur se mami tha duhet ja kaloj libri i dytë, libri të parë. Unë mendoj se do ta marr nga vëllai, se unë nuk dua që libri i dytë ta kaloj librin e parë. Pse nuk do? Pse nuk ke qef ti ta kaloj? Sepse libri i parë më zduk një libër shumë i veçantë për mua, si surpriza më e mirë. Surpriza më e Për mirë. ditëlinje, Krishtlindje, vitin e ri, për të gjitha, libri i parë më duk më i mirë. Por nëse ka nevojë për një gjë të vogël për fantazisë teme, Ti mund ta ndihmosh, a? ndihmoj, po për me i dhënë të në fantazinë teme, që me bë librin tjetër më të bukur se kë, ja, kështu Nuk nuk bëhet funksionon. fjalë. Kështu nuk funksionon, mami, nuk bëhet fjalë për të vëllain, aty është. Po nëse e bëjmë në bashkëpunim librin e ty? A do ma dhon fantazinë? Ta mendoj një herë. Është skeptike, nuk e di. Prap mendoj se jo, Prap mendon se jo. Prap mendoj se libri i parë është më i bukur se i Sa i që do të bëj mami më pas. E shumë të tjerë që do të bëj mami nëse më vëllai pas. ka më shumë fantazi dhe ai bëhet më i bukur, nuk e di, mbasi se do dëshiroj të bëj dhe të tretin, dhe nëse do që të tretit ta bëj më të bukur se të dytin, por jo më të bukur se të parin, atëherë do t'i jap një çik nga fantazia ime. Por nëse mami thot të lutem, thot fjalën magjike, thot të lutem, se vëllai nuk pas ka shumë fantazi sa ti. Megjithëse edhe ai është shumë i mirë, po më ndihmo ti pak më shumë, se është më i vogël ai. Pa, do ta ndihmoja një çik, se unë nuk dua që libri i dytë të jetë më i bukur se libri i parë. Bukurosh e je mrekullueshme. Faleminderit. Si të erdhi ideja për titullin e këtij libri? Ishte e vështirë, se ndonjëherë librat i shkruajnë autorët dhe ajo çfarë mbetet në fund është ideja e titullit, sepse duhet të jetë shumë tërheqës, duhet të jetë diçka e bukur. Nuk po them se ka marrë kohën më të madhe, por që ka pas momente që realisht isha në mëdyshje se cili mund të ishte titulli më i mirë i mundshëm për librin. Mund të ishte shumë e thjeshtë vendosja e titullit emrat e fëmijëve apo porrallat e fëmijëve, por dosha që libri me mujt me godit qysh në titull. Dhe realisht janë shumë elemente të përfshimën. Fakti që ne e kena shpinë, ashtu siç e thot libri, se po e tregoj pak. Patjetër, me kënaqësi. Ne e thona që në pralla që e kena shpinë afër me teatrin me Gjeni. Edhe ne na mësu që unë zemër qytetit më. Plus që Shkodra është një qytet që ka shumë vlera, ka shumë histori. Me i thanë e vjetër, po në kuptimin e mirë të gjasë, në kuptimin që e diçka që e përkëdheljes. Prandaj them, është një titull që ka bashku shumë elemente në vetveti që libri i përmban. Po elementin ilustrues. Unë shikoj tek libri, që është me një figurë, me një... Je ti aty bukuroshe? Unë dhe vëllai. Ti dhe vëllai. Kush është kujdesur për këtë element? Në fakt, këta janë elemente që unë i kam bë vetë,
jam nis nga fotot reale që fëmijët kanë, qoftë nga ekskursionet e vogla që ne kena bë, por jam përpjek që çdo foto të jetë përfaqësuese e prallës. Në kopertinë jam përpjek për me vu fëmijët aty të obori gjyshit, dhe ashtu siç përshkruhet edhe tek prallat, shtëpia jonë e gjyshit është një shtëpi e vjetër. Ndoshta nuk ka ata karakteristikat e shtëpive tradicionale shkodrane, por për ne e ka tonë atë magjinë që libri e ka përshkruar. Dhe si e përshkruan? Mund ma përshkruash pak a shumë ti si e ke përshkruar tek libri Magjinë e një shtëpie të vjetër, jam shumë kurioze. Unë e kam përshkruar qoftë në arkitekturën e objektit, një shtëpi dykaçe me oborr, me dritare të mëdha, me ata kornizat e bardha. Por për mua më e rëndësishme është përshkrimi që i kena bë shtëpisë mbrend, dhe jo tek fakti tek orëndit, por tek mënyra se si jetohet. Gjyshja që bën ushqime tradicionale, apo që thur me shtiza apo me grep, gjyshi që lexon gazetën, era e çajit malit që kundërmon, apo e trëndafilave që kundërmon në shtëpi. Mendoj se edhe më interesante do t'jetë për ne që do ju a lexojmë të veçlive, sepse do na sjelli kujtime dhe nostalgji, dhe për ta dhe tepër shumë interesante të kuptojnë se si kemi jetuar dhe si jemi rritur ne. Është diçka shumë e bukur. Në fakt, një mike e jona, sa është mami e një shoqes së rinj, sa kur e kam lexuar librin sa më ka kujtuar sa voglin teme. Kështu që ndoshta pjesë e fantazisë ka kanë edhe momente që un kam kalu me prindët e mi apo me gjyshat e mi. Në një farë format është mënyra se që po rritet Serena dhe Riani sot. Jam kurioze të di mendimin e prindve tuaj, kur ata e kanë marrë librin në dorë dhe e kanë lexuar dhe e kanë parë vajza tyre arkitekte ka sjellë një libër kaq të bukur, sepse ndoshta nënat janë gjithmonë pak kritikuese, të shikojnë se si e ka vërë, të vaj. Jo, për kundër, si mami jam është shumë suportuese. Çfarë do idejet, se ata që i kam të rrethit musht e din që mu fantazia edhe idetë nuk më kanë mungu kot. Dhe e kanë pritur. Dhe jo se e kanë pritur shkrimin e një librit, sa kanë prit që unë kam e kam e realizu një dëshirë teme në një farë forme, cila do qofta jam. Kështu që mami ka kanë po diskutim shumë suportuese, edhe pse ndoshta se ka lexuar apo se ka pa librin. Babit i ka pëlqy po diskutim shumë. Dhe impresioni babit është që bravo qoftë se ti ke arrit me ba një libër që nuk i kiron nesh as kërkujt. Pra, nuk je shkrimtare, po si është krahasu me shkrimtarët. Po nga tjetër, ti je një, po thëjmë, eksperte e trashëgimisë kulturore, po as një eksperte të trashëgimisë kulturore nuk i kiron nesh. Po ki ba një libër që është i amël në tana drejtimet. Dhe ti edhe më shumë krenare kur e të ndjen krenare. Po, diskutim. Bukuroshe, e ke marrë ti mendimin e gjyshërve? Si u dukesh ti aty si të ka përshkruar ty mami? Ja. Jo, po pse si ke pyetur? Nga që janë të zënë. Janë të zënë. Me çfarë janë të zënë? Duke qëndruar me ty, duke kaluar më shumë kohë me ty, nuk mund t'i kushtojnë shumë kohë? Nëna është në punë, dhe para dite dhe pas dite, dhe do që të pushoj. Pa tjetër që do të pushoj? Gjyshi është rrive vëllaj, ndërkohë që unë bërë detyrat, dhe kur unë baraj detyrat, gjyshi shikon kompjuter dhe vendos kufjet, prandaj shumë bukur. Nuk dua që ta bezdis. Nuk do që ta bezdis. Shumë bukur. Çfarë do të bëhesh ti në të ardhmen? Këtë dua të di unë më shumë. Do të kalojmë pak nga libri, sepse vëmendjen e mori bukuroshja jonë. Çfarë do bëhesh ti kur të rritesh? Kur të rritem do të bëhem creative artist, është një punë që dikush. Unë dua për shembull këtë kostumin që unë kam vesh, përpara se ta çepi këtë kostumin, unë e pikturoj dhe pastaj siç e kam pikturuar tek letra, e hedhi në kostum kështu. Dhe pastaj ti mundesh që ti bësh
herë që ka kjo puna që dua të bëhem unë kur të rritesh, ka dhe të lash flok, ti veshësh bukur të tjerët, ti lyesh thoj, ti bësh make-up, dhe gjëra të tjera. Të kujdesesh me detaje. Po. Ti Për artistët, ti bësh gjëra të bukura, po. Ka ndonjë gjë që duhet të bëhen bukur, por nuk e din çfarë të zgjedhin. Vin tek unë dhe unë i jap një kostum që ta marrin atje dhe një ditë ato vinë ma kthejnë përsëri se mua do të më duhen ato kostume. Patjetër që. Nëse do që unë t'ja piktore, pastaj t'ja qep, atëherë ai do t'jetë diçka ekstra, po, ai do ta mbaj. Nëse nuk do, po do që të mbaj një nër kostumet e mia më të bukura që do të kem ndonjëherë, atëherë ajo duhet të më kthej prap sepse unë nuk mundem t'ja jap asaj se ka dhe patjetër, ka dhe të tjerë që duan të vishen bukur nga ti. Për shembull, kërkojnë këtë fustanin dhe unë i them, unë nuk mund t'i them atyre kështu, që kë fustanin ja kam falë dikuj, se pastaj dhe ato mërziten. Mërziten, patjetër shpirt. E ke menduar ndonjëherë të bësh shkrimtare? Të shkruash dhe ti ndonjë libër si mami? E kam menduar që ta vej këtë ëndër realitet, pra të bëhem shkrimtare, më e vogël, të shpiku librat vetën, duke marrë fantazin time dhe nga librat të tjerë, por nuk mujta ta realizoj, sepse nuk më dukse fantazia ime që kisha për të krijuar një libër, dhe për të shpikur titullin e tij dhe si për ta organizuar, nuk më duk sepse punoj dot. Po normal që punoj, sepse ajo ndihmoj mamin. Jo më ty, ti do të bësh edhe shumë një libër të vetin. Një libër tëndin. Një libër timin, jo, këtë libër që e ndihmova mamin. Okej, duhet të mbledhim dhe pak fantazi, pra, që të bëhemi. Po arkitekte, të pëlqen të bësh? Me pëlqen të bëhem, por unë dua që 18 vjeçe të ndihmoj maman. Të ndihmosh maman, të bëhesh, të ndjekësh ëndrat tua një herë, pastaj arkitekti është bërë mami, pse duhet të bësh dhe ti? Një ditë kur mbaroj shkollën, shkoj tek puna e mamit dhe e ndihmoj për gjëra të vogla. Edhe tani që jam e vogël, nuk do të thotë se duhet patjetër kur të bëhem 18 vjeçe. Jo, patjetër ti edhe tani e ndihmon mamin, e ke ndihmuar edhe për librin, e ndihmon edhe për të gjithë gjërat e tjera. Po. Bravo, si që kam ndihmuar për të hekur zbukurimet e vitit të ri. Dhe të ditëlindjes si me 7 vjeçe. Bravo. Të ka pëlqyer kjo intervista? Po. Po, unë të kam pëlqyer? Po. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit. A do vish prapë tek emisioni im? Po. E ke me qef apo po se të ka sjell mami? E ka me qef. E ke me qef. E si duke më pëlqyer ky emisioni. Është duke të pëlqyer se është emisioni i bukur apo se e bëj unë të bukur? Se e bën ti të bukur. Është mirë, faleminderit. Faleminderit shumë bukuroshe. Ishte shumë kënaqësi për mua të kisha pjesë e emisionit. Faleminderit. A do të bësh një thirrje ti për të gjithë të vegjëlit që të lexojnë sa më shumë libra? Fëmijë, ju lutem lexoni sa më shumë libra që të merrni më shumë fantazi dhe të mund të krijoni një libër të juaj ose të mundet të plotësoni ëndrat tuaja. Je mrekullueshme. Je kaq e mirë sa nuk kam fjalë të përshkruaj. Faleminderit e dashur që ishe me mua në studio për të ndarë këtë libër kaq të bukur dhe faleminderit që më solle këtë mrekulli të vogël me vete. Është shumë kënaqësi për mua. Në fakt, falenderimet na takojnë ne me t'i bëj ty, se jo vetëm që na dha një intervistë për librin, por na dhe edhe një kujtim shumë të bukur që mas shumë viteve unë edhe Serena kena me pas intervistën e parë për librin së bashku. Sa bukur. Për mua është shumë kënaqësi dhe unë e di që kjo do të ketë një të ardhme të mrekullueshme dhe unë do krenohem të them i ka marrë intervistën e parë. I ka marrë intervistën e parë kësaj vajze që është bërë një yll i vërtet. Kjo është hera e dytë që
unë ndaj në televizor, nga që ka ndaj dhe një herë, por kjo më duk më e bukur. Kjo të duk më e bukur, pa tjetër. Do të daj përsëri, por... Ndoshta dhe do duket edhe më e bukur, por nuk ka problem, kjo do të mbesi kujtim se je me mamin. Dhe më pëlqen kur nana dhe gjyshiem i shikojnë kur dalën në televizor. Tjetër, të shikojnë me shumë vëmendje ty në televizor. Herën e parë, një shok e gjyshit i ka thënë gjyshit, edhe gjyshi më zë çka, nona e gjyshi më zë çka më prit me më po, edhe qa. Edhe këtë mëngjes nëna e gjyshit do t'jenë gjithë sy e vesh duke të parë ty, si ke shkëlqyer dhe sa bukur ke dalë. Edhe ti kur të rritesh, do ta shikosh këtë intervistën në YouTube dhe do thuash sa bukur pas kam folur që atëherë. Nëna jo se nëna është në palestër. S'ke që se do vi dhe shikojmë. Gjyshi ndoshta tani që po e bëjmë. Sepse nëna është në palestër. Okej, se do vi nëna dhe do e shikoj. Faleminderit shpirti vogël, je mrekullueshme. Shpirt dhe njëherë faleminderit shumë për këtë intervistë. Edhe për mua gjithashtu. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus, në Star Plus Televizion.